Shafrani është sot një nga bimët më të vlefshme që kultivohet në Shqipëri, me një çmim që arrin deri në 20 euro për gram, duke e renditur atë ndër produktet bujqësore më të shtrenjta në treg. I njohur botërisht si ari i kuq, ai po fiton gjithnjë e më shumë interes nga fermerët, veçanërisht në zonën e Dumrës, ku vitet e fundit ka nisur kultivimi i tij me rezultate të suksesshme. Kjo bimë njihet për delikatesën e saj. Çdo lule jep vetëm disa pistila, të cilët pasi thahen dhe përpunohen, shndërrohen në erëzën e çmuar me aromë të veçantë. Procesi kërkon punë të imët, durim dhe kushte të posaçme, çka shpjegon pse vlera e shafranit është kaq e lartë në tregun ndërkombëtar. Në qarkun e Elbasanit, shumë fermer tashmë e shohin kultivimin e tij si një mundësi të rëndësishme ekonomike. Fermeri Dervish Elezi nga Belshi tregon se, edhe pse shafrani kërkon kujdes të vazhdueshëm, ai mbetet një investim fitimprurës. Ai thekson se një hektar tokë prodhon rreth 800 gram shafran të thatë, çka e bën këtë kulturë jashtëzakonisht të vlefshme. Sipas tij, cilësia e shafranit të Dumres është e rrallë dhe vështirë të gjendet në tregjet e huaja, fal klimës dhe tokës së veçantë të zonës. Kjo cilësi e lartë ka bërë që një pjesë e madhe e prodhimit të eksportohet në Itali, ku shafrani shqiptar vlerësohet shumë. Edhe Nejip Elezi, me mbi 10 vite përvojë, nënvizon se sfida më e madhe nuk është kultivimi, por tharja dhe ndarja e pistilave, që kërkon higjen, precizion dhe ambiente të posaçme. Përveç rëndësisë ekonomike, shafrani njihet edhe për vlerat e tij shëndetësore. Ndihmon në lehtësimin e stresit dhe depresionit, përdoret në trajtimin e simptomave të Alzheimerit dhe është i pasur me vitamina të rëndësishme, si C, B6, tiamin, riboflavin dhe acid folik. Fal aromës karakteristike, ngjyrës së artë dhe përfitimeve të shumta, shafrani vazhdon të zërë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm në bujqësinë shqiptare,